Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Jam këtu pranë jush për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tashmë të ndaloj tek dyshja më e bukur, tek Selin dhe Gimbo, të cilët çdo ditë na vinë me gjëra më fantastike, do me thënë çdo ditë na vinë me surpriza interesante, çdo ditë na vinë me lajme të bukura dhe çdo ditë na japin adrenalin të paparë. Pas një interviste goxha të suksesshme që pati Selina dhe Gimbo, që në fakt u pritën shumë bukur nga publiku, u komentuan shumë, dashuria e tyre vazhdon çdo ditë dhe duar trokitet, arritëm të kuptojmë edhe bindjen e babait të Selinës, zotërie Tonit, i cili kishte një bindje jashtëzakonisht mirënjohëse dhe falenderuese kundërdrejt Gimbos, dashurisë që Gimbo i fal Selinës, rrugtimi që ato të dy ndërtuan në fakt në atë dashurinë e bukur mes njëri tjetrit dhe i dhuruan adrenalin, patëm fatin që të shohim, do me thënë, një çift që vërtet ditën adhuroi energji shumë të mirë. Tani nga ana tjetër, kemi Selinën dhe Gimbon që kanë nxjerrë një video incizim nga një kamer në storin e tyre, ku publiku në fakt me njëherë më ka sjell mua në Instagram, fansat e Selinës, Tiron, çfarë lexon këtu, Tiron çfarë shikon këtu, Tiron çfarë po ndodh këtu. A është një storje që vërtet çifti po bën thjesht fotografi, apo është një storje që Selina dhe Gimbo i falin një emocion të jashtëzakonshëm njëri tjetrit. Tani, unë me sa e di, Selina dhe Gimbo janë duke punuar ca vloga të bukur që në kanalin e tyre në YouTube, do me thënë, të hedhin video të ndryshme se si e kalojnë ditën, se çfarë po bëjnë, si janë momentet e tyre, si priten ato në fakt nga publiku, çfarë po ndodh në përditshmëri. Duan që të jenë sa më afër publikut dhe duan që ta shijojnë sa më bukur momentin e tyre. Selina duket shumë e lumtur në krahët e Gimbos, duket shumë e bekuar në krahët e Gimbos, do me thënë Gimbo është forca e dashurisë, e jetës dhe gjithçkaje që Selinën e karakterizon si njeri, dhe duket që çifti po u shkojnë gjërat shumë bukur. Unë në fakt do të kisha dashur që Gimbo dhe Selina të na sjellin copëza të bukura nga jeta e tyre, nga marrëdhënia e tyre, për të na shijuar në atë bukurinë që ato të dy e jetojnë. Do me thënë, çifti siç duket po përdoren gjëra fantastike.